krijojnë një shumicë prej 2/3 80 vota në kuvend dhe pastaj edhe ta zgjedhin presidentin e ri. Këtë çështje, këtë afat dhe sjelljet e partive politike do t'i diskutoj me 3 mysafirët që i kam sonte në studio: Ardian Bytyqi, Shemsi Ashari dhe Kora Blakaj. Mirë se erdhët. Blakaj, një javë që nga takimi i fundit, Kurti Abdigjiku, PDK-ja siç e potencuam në kronik, po pret ftesë ose ofertë konkrete përmes letrës, AK-ja nuk është pjesë e tavolinës. Çka pritet në 2 javët në vazhdim? A janë determinuese nëse shkojmë zgjedhje apo jo? Unë mendoj që të shkuarit në zgjedhje tashmë nuk ka ndonjë shans tjetër përveç nëse ndodh ndonjë mrekulli, cilën realisht unë në bazë të vërejtimeve të mia nuk e pres. Nuk e pres për shkak se tek mua është një lloj bindje që këta njerëz në institucionet tona, pavarësisht se në cilat parti gjenden, mendoj që vendimarrjen e parë kryen në sallat të tjera dhe pastaj takohen në sallat e shtetit dhe aty ndodh vetëm shfaqje e vendimeve që janë marrë dikon tjetër. Duke qenë kështu, takohen mes vetit dikun apo konsultohen me anëtarë të partisë? Edhe të tjera. Pra, besoni që Kurti është takuar me Abdigjikun, Hamzën në ambiente të tjera, jo në qeverinë kuvend? Po përpiqem t'i tregoj publikut se këto parti tashmë janë firma ekonomike. Prioriteti i tyre i parë është interesi personal dhe i ngushtë i elitave të tyre dhe i njerëzve që janë përreth. Duke qenë se kemi të bëjmë me interesa personale që dalin mbi ato kombëtare dhe mbi interesat e shtetit, atëherë konkludojmë që vendimarrja kryhet në sallat e tjera, pastaj parlamenti, qeveria dhe zyrat e shtetit vetëm janë postbloqe, si themi, takime, edhe shfaqje e atyre vendimeve që merren diku tjetër. Ne kemi klasë të papërgjeshme politike të cilët e mbajnë peng shtetin, e mbajnë peng popullin, i mbajnë peng institucionet, po shohim domethënë që në secilën ditë më tepër institucionet vetëm degradohen. Kemi arritur në shkallën ku parlamenti tashmë është një cirk i mediokritetit, nga aty burojnë edhe komisionet të tjera, i pat anëtarë të komisionit që do t'a drejtojnë ose do t'a mbikëqyjnë AKI-n, që as në ëndrrën më të keqe nuk do duhet të ishin në Komisionin për Inteligjencë. Përbërje këtë që lë për të dëshuar nga njerëzit ma me di kokër që mund t'i zgjidhë Republika jonë. Dhe kjo është faza e fundit e një sistemi të kalbën në të cilën shoqëria, domethënë, të vetëm rrugdalje ka një formatim të përgjithshëm. Dhe shkurt vetëm për ta përmbyllur, fakti se kemi kësi lider që janë të aftë vetëm për zënka dhe për probleme, tregon që këtu duhet të filloj një debat publik mbar kombëtar që të involvohen drejt për drejt fytyrat më eminente të kombit, intelektualet duhet të dalin në skenë dhe t'i japin një rrugë zgjidhje shtetit, sepse me këtë formacion dhe me këtë kushtetut, me këto ligje, me këto rregulla loje që këta i kanë përshtatur për t'ju përshtatur vetës dhe interesat të tyre, Kosova nuk mund të ecë tutje përpara. Bytyqi, një javë qume poshtë në aspektin e zgjedhjes së presidentit, po aktive në çështje të tjera, në kuvend u miratun Goxha do nisma ligjore, një rezolut, pati debat parlamentar, do prej ligjeve që s'kan kalu ose janë kthy prej gjykatës kushtetuese, qysh po duket aktiviteti edhe a është prioritet çështja e presidentit apo jo? Ajo që e the ti, unë po mendoj që mbrana një fatkeqësie politike ka dhe diçka të mirë, siç është e puna e kuvendet, sepse kemi pas dikon nëse nuk gabon 121 milion euro fondet të cilat derivojnë nga Komisioni Evropian dhe bankat të tjera, por ajo çfarë po më bën mu përshtypje dhe vazhdimisht po mundohem edhe qytetarëve të Republikës së Kosovës
të ja them për para ekraneve televizive, është se tashmë ka filluar loja e opozitës e përçarjes mes vete për shkak të posteve të cilet po i dën opozita, qoftë Lidhja Demokratike, qoftë Haradinaj me atë gjuhën e vet që ka përdorur vazhdimisht, po edhe Partia Demokratike. Po duhet ndalen veçanërisht e Partia Demokratike për shkak se ka numrin më të madh deputetëve. Dhe unë e kam thënë gjithherë dhe vazhdimisht sepse lëvizja vetëvendosur do duhet të bashkëpunonte me Partinë Demokratike për shkak të numrit të madh dhe ndoshta ajo pjesa që në një farë forme nuk do ta votonte një president konsensual që derivon si emër nga Partia Demokratike e që do të ishin deputet të lëvizjes vetëvendosje, do të krijojë ajo shuma që po e kërkon kryeministri Kurti. Por tash në këto rrethona çfarë jemi, nuk do duhej Partia Demokratike që mas disa takime me kryeministrin Kurti të kërkonte që këto takime tash të mbaheshin me letër. Madje ajo që në një farë forme, po them kushtimisht që ka thënë edhe ish presidenti Thaçi që Partia Demokratike ka bos xhllot, është emri i derivuar nga subjekti politik që e tha një nga eksponentët e lartë të PDK-s për zotin Xhavit Haliti. Jo e dini se ai nuk ka lënë, domethënë edhe nuk ka mundësi me kalu emri i tij për shkak të gjithë asaj historisë që ka qenë më herët, por Cilës histori? Po mendoj që është akuzuar vazhdimisht nga eksponent, nga subjekte të tjera ish opozitare atëherë, siç e dini rastin me Dardan Mulliçën e me PSD-n e me vetëvendosjen e për afera të ndryshme, por ajo çfarë do duhej të ndodhte sot aktualisht në Kosovë, mendoj si një pozicionim i krahut luftës, në këtë rast Partisë Demokratike, AK-s dhe Nismës, do të ishte jashtëzakonisht një barikadë, nëse mund të themi, e votave karshi lëvizjes vetëvendosje. Por ndoshta më tragjikomike, nëse mund të themi, po e bën skenën politike është fakti se me gjas ish presidentja Osmani prapë po kërkon hise të mëdha edhe mbrana LDK-s, dhe si duket nuk është e pranueshme nga strukturat e Lidhjes Demokratike për qenë e para në LDK. Ose nëse mund themi, nuk po e dën qytetari i Kosovës, ose nuk po dën mjafol qytetari i Kosovës në këto falenderimet që po i bën vazhdimisht, atë tradhtinë e madhe që ja ka bërë LDK-s duke ja dorëzuar pushtetin lëvizjes vetëvendosje në vitin 2021. Por ja që rrugtimet politike janë këto që janë, edhe unë besoj që ndoshta një skenar tjetër, më fal që po e zgjas edhe pak, një skenar tjetër mund të jetë se duke qenë me Lidhjen Demokratike, Vjosa Osmani në të ardhmen, kur dy subjekte tjera ose krahu që mund të jetë i ponit, mund të jetë më i dobët dhe Vjosa Osmani të dalë e dyta, mund të kërkojë një hise më të madhe që të ketë në një farë forme prezencë edhe në qeveri edhe në presidencë. Po mendoj që kjo mund të jetë një nga skenarët të cilët e ka mirë menduar Vjosa Osmani. Do t'i diskutojmë skenarët. Shari, një argument fillestar. Në rënd parë, para se të flasim në mënyrë hipotetike se cila do t'jenë lëvizjet e partive politike, duhet flasim për shkaktaren e blokadës që jemi sot. Më thonë, sot nuk kemi president të zgjedhur përkundër nevojës madhe që shteti të jetë funksional për interesin e një subjekti politik edhe një individi që e drejton këtë subjekt politike që është zoti Kurti. Individ po e blokon procesin. Po, dim që tjerët janë të interesum. Për lëvizjen vetëvendosje flasim për zotin Albin Kurti. Më thonë, krejt tjerët janë numra përveç ndihmarja që vjen prej tij. Një javë, asnjë takim, asnjë përpjekje. Ishte në Mbretërinë e Bashkuar për disa. Po, veç jo për presidentin. Më thonë, me shku, me majtë ligjërata filozofike atje, është shumë letë. Është miraj me synu me majtë ligjërata në pro universitetet, për shkak që përdoket që ka shumë për qef ligjëratat, po me shku ti në një event të zhvillum edhe me ju kallëzu aty në që shbohet ekonomia për derisa ti e vend që eksporton tri edhe në varësh për importit, edhe që inflacionit tash unë si jam ekonomist, po ndigjoj që është mbi 5-6%. 6.7 ishte në 6.7%. Edhe për ju të regon aty në teori se qysh bëhet ekonomia dhe që ka duhet me bo strategji, dhe më është hipokrezie llojit vetë. Po, si do që qoftë, ne e patëm një javë të qumë dëmë, po duke që zoti Kurti e ka ndomën me dërgu vendin përsëri në zgjedhje, dhe krejt kjo fazë mbetur, këty 2 javësh i mbetur, do të shohim një përpjekje për t'i fajsu partit opozitare. Jo përpjekje për me gjetë zgjidhje, po për me e faturu dikën, kush për me gjetë fajtorin, ashtu qysh ndodhi edhe në zgjedhjet e shkurtit, kur deri në dhjetor
nuk patëm asgjë tjetër përveç një dramë në Kuvendin e Kosovës edhe në fund një fajsim që gjithë kanë faj përveç atij që ka Çelësi në dorë e që është zoti Kurti. Mund qytetari ka shpërblim mjaftueshëm zotin Kurti me vota, i ka dhënë fuqi politike si askujt tjetër. Prandaj duket që halli i zotit Kurti as nuk janë numrat, as nuk është shumica, as nuk është dëgjueshmëria e partive opozitare, se me lyp me katalog opozit më ndëgjueshme nuk mundet me gjetë pozitën botë. Më thonë që kur flasim për Partinë Demokratike, sa herë kanë ftuar i ka shkuar në takime. Ka shkuar edhe në qeveri, që s'është e zakonshme. Opozita qysh është don edhe gjatë vikendit, më thonë i ka shkuar sa herë ka thirrë me një SMS. Mund çfarë dën tjetër konstruktivitet për opozite më shumë. Fakti që Partia Demokratike tash ka kërkuar të zëtohet me shkrim, që po don një mend marrëveshje, mendoj që ka bu mirë, sepse nuk duhet të jetë opozita as PDK, as LDK, as AK që ka injoruar që s'është e ndershme me injoru për shkak që është parti parlamentare, që t'ja bëj atë servisin edhe t'ja kompletoj mozaikun e strategjisë të fushatës që do ta kemi shumë shpejt. Do thotë, nëse do marrëveshje, kushtet tashmë janë publike. E patëm takimin e Kurti Lumiri, del për takimit thëtë na mjaftojnë këto vota. Një pyetje logjike, pse o vlla po takohesh me të, çta numra i ka? Mas shumë ti kish pas shef LDK-ja me rrit ata numra. Çita i ka? Nuk ka tjerë. Tash, nëse mendon zoti Kurti që përmes Lumir Abdixhikut e kontrakton ose arrin marrëveshje me AK-n, që Lumiri mu marrëvesh me AK-n e pastaj bashkë me shku te Kurti, është një gabim që mendoj e mur përgjigjen shumë shpejt si zoti Haradinaj. Kështu që po kishte vullnet, një ditë nuk duhet më shumë, po duket që s'ka vullnet për fatkeq edhe krejt çka ne si qytetar nuk ja kemi borx askujt e as zotit Kurti është që na shëtit në përzgjedhje ka disa herë brenda vitit, edhe në fakt edhe zgjedhjet që do të mbahen mund t'i shtyjë një muaj me këto lojat me gjykatën kushtetuese që e ka bërë si aksesor për planet veta elektorale, duke bërë kërkesë prap me interpretu çështjen e tërheqjes në nënshkrimeve, kandidatëve që i kanë mbledhur në nënshkrimet, për me eventualisht me fitu dhe një muaj kohë që me zonë kohë e pushime verore edhe ditën e zgjedhjeve, po prap do t'i merr këta numra plus minus, unë besoj që do të merr më pak, po përsëri edhe sikur të merr pak më shumë, edhe sikur pak më pak, nuk arrin zgjedhjes sepse jemi në punën e parë që ka legislatura e tanishme, po edhe ardhshme, është zgjedhja e presidentit që duhet të çështje e individit, e kryetarit vetëvendosjes, e Albin Kurti, pse s'ka zgjidhje për presidentin? Nuk, për mendimin tim nuk mund ta fajsojmë vetëm Albin Kurtin. Dhe në qoftë se tentojmë të marrim në analizë fajtorin Kurti apo të tjerët, unë mendoj që analiza do të na dalë e gabuar. Fajtori janë të gjithë. Proporcionalisht? Proporcionalisht secili në bazë të fuqisë që ekziston, por në filozofi kur nuk kanë marrëveshje dy njerëz, fajtori është ai që është më i zgjuar. Fajtori është ai që është më i mençur. Kjo është botkuptimi filozofik për raste të tilla. Zgjuarsinë e tyne. Tani çështja që do të diskutojmë për këtu. Ne jemi në një epokë ku virtyti luftohet nga të gjithë, nga i gjithë sistemi. Vetë fakti se në skenë, në poste publike, në poste drejtuese, vinë njerëz nga lobingje nga më të ndryshme, pa kaluar në shkolla politike, pa u specializuar për mendime të qarta ekonomike, pa qenë profile që do dinin ta zhvillonin ushtrinë, që mund ta avancojnë dhe ta reformojnë institucionin e policisë, pa profile të njerëzve që dinë të dalin nga qorsokaku në cilin është futur drejtësia. Ju lutem, prokuroria dhe gjyqësia e Kosovës është në një si të themi, është skandal i vërtet në të gjithë funksionalitetin e saj. Para disa ditësh, domethënë, policia e Kosovës, përkundër shumë përpjekjeve, arriti që një grup banditësh që e ndihmojnë të ashtu quajturin Mami, terroristin serb të Veriut, i ka arrestuar me materiale propagandistike që nxitin urrëtie dhe dhunë, dhe prokuroria e rastit
i lëshon ata, më thonë, në procedurë të rregullt, e rrjedhimisht largohen. Të qenit pjesëtari një organizatë terroriste, për së cilën prokurori normale, duhet të mbahen derisa të përfundojnë edhe faza e grumbullimit të hetimeve. Vetë fakti se gjindesh në një listë terroristësh që shteti yt e ka shpallur terrorist, më thonë ndalohesh, burgosesh për aq kohë sa i duhen policisë dhe organet tjera të mbledhin hetimet. Më thonë, qysh ka mundësi që të lirohen pa faj ose të lirohen në procedurë personat e tillë. Kjo flet se ne kemi një prokurori e cila ka probleme serioze. Dhe tani, kur marrim dhe i vendosim faj Albin Kurtin apo të tjerët kanë më shumë faj për shkak të jetëgjatësisë së tyre në sistem. Për shkak se ata e kanë ndërtuar ABC në korrupsionit. Ata e kanë ndërtuar Hamza e kanë ndërtuar. Të tjerët të cilët kanë qenë në pushtet. Cilët? PDK-ja, LDK-ja. Sa vite ka qenë pushtet PDK-ja? Ka qenë prej 99-ës deri tani është PDK-ja në pushtet. Nëse ke numëru mirë, mas gjati ka qeverisë tash Albin Kurti, prej si është bo kryeministër. I dashtën. Asnjë kryeministër ma gjatë s'ka qeverisë. Në qoftë se ju e quani fitoren e numrave, pushtet të vërtet, unë argumentoj të kundërta. Pavarësisht përqindjes. Pushteti i vërtet në Kosovë nuk është pushteti që realizohet me votë. Është një pushtet... Ka pushtetin kryeministri? Ka pushtetin e numrave. A do ta të shpjegoj? Pushtetin faktik, që është kryeministër. Kush ka tjetër pushtet? Jo. Qep se ka. Edhe po ta argumentoj se se ka. Klientela e punësuar i takon PDK-s. Një shumicë e madhe. Një pjesë e madhe e njerëzve të policisë janë emëruar në kohën e PDK-s. Deri edhe Myftiu i Kosovës është pjesë e asaj. Jo vetëm kaq, janë shtarët e FSK-s, janë gardianët. Shkurt. Po janë mbi 40.000 ose mbi 45.000 veteranë të shtuar në listat e UÇK-s. Dhe ky është pushteti faktik. Dhe pushteti, unë s'të ndërprejva, kolegi. Ka qenë votues të PDK-s, pse vetë vendosën pushtet? Unë s'të ndërprejva. Pushteti real në Kosovë... Po, vërtet është mirë me... Pushteti real në Kosovë... Pushteti real në Kosovë nuk është ky pustet i Albin Kurtit, sepse ai e ka parë gjatë ekzekutimit të mandatit të tij e ka parë se çfarë pushteti real. Kurti ka qeverin, kuvendin, edhe se ka pushtetin. Po, pushteti do mekanizma për të vënë në funksion punën tua. Më tregoni cila është... Kush e ka emëruar drejtorin e AKI-s? Urdhro? Drejtorin e AKI-s. Kush e ka emëruar drejtorin e policisë? Kush e ka emëruar drejtorin e doganave? Kush e emëron ministra që drejtojnë dikasterisë qeveritare? Drejtorin e ATK-s, komandantin e FSK-s, figurat drejtuese. Po, dhe si mund të drejtojnë figurat drejtuese kur komplet struktura është në mentalitet sabotazhi? Si mund të tyrosh ti mu pëse mbosh ti mu drejtar? Shkrenohet i ministri që ka kry punë mirë, nëse punëtorët e kanë sabotu. Nëse PDK-ja i ka bërë gjitha këto sene, nuk mundja na me amnestu Kurtin për shembull për mos zhvillim ekonomik. Nuk mundemi me amnestu për arsim, për shëndetësi, për infrastrukturë, për tendera për këto sene. Pavarësisht unë mendoj që ai ka bërë jashtëzakonisht mirë, gjona të mira për shembull në nuk pa amnesty ka mendësi sabotazhi në për ministri apo jo në administratë. Jo në për administratë. Në të gjithë strukturën e shtetit ka mendësi sabotazhi. Sabotohet Albin Kurti. Po sabotazhi shtetit i ndërruar kërkohet drejt për drejt nga studiot televizive. Sabotazh. Që unë e tregoj. A është demokraci? Që unë të tregoj. Zotëria është gjykimin e gjykatës kushtetuese që thot deputeti është i lirë në votën e tij. Sepse vullneti i qytetarëve ka qenë tregojnë pse. Se vullneti i qytetarëve ka qenë që përfaqësuesit e tyre në kuvendin e Kosovës të jenë aty edhe të votojnë pro, kundër ose me abstenu. Dhe jo ti me dal me lshu sallën për shkak që ti mundesh me pengu në procesin që mund të jetë. A ka pas vullnet qytetar zoti Kurti sa ka qenë në opozitë? A do të më njëjë vazhdimisht në shembuj të këqij? Nëse ka pas shembull i keq ka qenë zoti Kurti, atëherë PDK-ja me shembull keq në pushtet. Ka ardhur me shembull keq në pushtet. LDK-ja neve na ka thirrur për institucione si njerëz institucionalist, ndërsa në momentet fundit me u tërheq nga komplet. Nëse ajo çfarë duhet? Nëse zoti Kurti ka ardhur i gjujë ta polici po thotë kë.
që për sabotojnë sot, e që së është të vërtet, se struktura komanduese një pjesë e këtyre nuk ka qenë e mirë, pra ndaj edhe strukturën komanduese kanë rruzë zoti Kurti. Në një farforme me ju përgjigjë. Kret strukturën prej drejtorit, e drejtorëve rajonal, kreti kanë rruzë zoti Kurti. Belej ka shkarku edhe njësit specializume që i kanë qenë. Turis Pej, shefat të krime ekonomike tjerat. O që zoti Kurti, që pe saboton prokurorin, nuk ka prokuroria që pe saboton zotin Kurti. Se sigur prokuroria të kishë sabotu zotin Kurti. Sa të shumë ministra ishin të lidhën. Aja ka dhonë versionin e kry prokurorit shtetit, edhe na tash jemi të pamundur të ndikojmë aty. Jemi pamundur me ndiku, por na duhet me konë real. Nëse është dikush, që është ka i saboton, institucionet e shtetit, o zoti Kurti, ama në shambull në botë, jo në rajon, ama në shambull në botë, që kry ministri i vendit e saboton prokurorit. Cilë është instrumenti fundit me lëshu solën? Ti s'keta kod politik. LDK ka 10 deputet, hajde 12 i pas është vullnet i votuesit opozitar. Atëherë, pse më në nështru diktatit të një pa është vullnet nëse ti thirësh në institucionalizëm edhe më uqu me lëshu kuvendin për shkak me ja pa mundësu zotit Kurti ose ardionit ose ati tjere me zhe kuvendin. Jo, për me tregu zotit Kurti që për me marë votën e opozitës duhet mull me diskutu. Qka duhet me full për zotit Kurti është kjo. Me i thonë, shie se ti duhet me bashkëpunu me një parti politike nëse kem plan me zgjedhje institucionit. Ajo që potencioj plaka ajo që statusi aktual i partive të tjera sigurisht që e ka një farë bare edhe të së kaluarës. Prandaj e tha që faji egziston. Zotë Ademi, edhe përmendet atë, po nga studiot televizive. A e kanë këtë barë Abdi Gjiku, si kryetari i ri i partisë, Bedri Hamza që s'ka qenë kryetari i partisë, a këja që po tenton me reformu partinë, është në proces të zgjedhjeve të brendshme, qysh jam vesh këtë trashëgim? A disfa logikë është kjo. Pozitës nuk po i pëlqen opozita, po donë me reformu. Gabimin më të madhë që kanë bu partitë opozitare, më falë që në të mora fjallin. Më të madhin gabim që kanë bu partitë opozitare. Kanë ra në diktatin, jo kanë shumë lider. Kanë lider. Kanë lider. Cila kanë lideri? Temrun janë të të. Nuk i nje lider të opozitar. Se nje Ramush Haradinaj. Nuk i nje Bedri Hamzën. Nuk i nje Lumir Abdi Gjikun. Jo, si nje, adip si si nje. Nuk shkon me ta. Që të regajpë si si nje, sa ata janë Temrun, nuk janë lider. Jo. Ata janë Temrun. Kjo është gabim. Jo, që pa, ti të regaj rastët për shaull. Shumë gabim. Më thonë liderove që Albini. Që të regaj në pse? Ili lindë dhe përëndon në Albini. Që të regaj pse nuk janë lider? Që dy arsye për të thënë. A janë temrumat votum? Kush? Kryetarët e partive opozitare. Te PD-ja është Emrun. Të më onë e kalëshu vendin Gjumiri. Po është Emrun, ka thonë, po jek në onë, hajde ti. Edin që nëse në ko procedural, për që zëja në për certifikat. Gëgjam, po i ti procedurës na mujna me thonë që dush. Edhe na mujna me thonë jena 5 veç, që të për na jena 4, vjen dikush na shet që jena 4 u kry. Në status e kemi që janë 5 vetë, po s'janë. Te Partia Demokratike, po e kom po kret, nuk ko diçka ma shumë se sa këtë që i përcjeli për shkak se mu më duhet që kur ta them argumentin në studio televizive me post bazë. Te e din shumë mirë. Po bazë s'ka lider opozitar. Nuk ka lider opozitar jashtë Ramush Haradinaj. Këta dy nuk janë lider, këta janë Temrun. Thonë që se ekzistojnë opozita, nuk i shumë gabim. Lideri, dëgjam, karizma e një liderit nuk ndërtuat të e mbërue. Tu e mbru, mi thonë, hajde bënë ti kryetari partijës. Nëse ty të pëlqen karizme e kryeministrit, që moni vend pengë, në regullim. Te LDK-ja. Po mirë, a është logjike si pas prizmit tënë politik, në një subjekt politik, ku Lumiri dele kërkon vetë besimin edhe për pak nuk hub. Ta shtujma nëse a... Qështë LDK-s bre? Se duhet ty me pengu. Qështë do të me i dalë qytetorit të Republikës Kosovës me i thonë, unë ka me i dalë për bolla Albin Kurtit, ku Lumir Abdi Gjiku për pak u konë të hub LDK. Kure ka kërku vetë besimin. Për pak fitohen zedhet, për pak kupën. Qysh mundet me dalë Bedri Hamza, me i kërku qytetarit të Republikës Kosovës, me thonë, bënë mu kryeministër, kur edhe Bedri Hamza, edhe Arjan Tahiri kanë hub të dytë për agim Bahtirit Mitrovic. A kanë qenë zedhe lokale, a nacionale? Nacionale, të dytë bashkë këti ka mujtë. Në zgjedhje nacionale dhe lokale. Garën e ka pas Arjan Tahiri me kryeministrin Albin Kurti. Nuk e di, në këta po thënë që ka pas me Samir Shtokun. Qysh je ka i din veç atur që i bibin mirë Albini? Jo, që pe di, unë për tregoj. Domthon garën Faton Pece ka pas me Samir Shtokun në strukturat e PD-s atje. Në Mitrovic me rend fushatën. Tash nëse apo do me fut. Domthon duhet me pranuar rezultatin e Mitrovic. Qendran edhe pjesën që nuk qendran. Është pranuar rezultatin e Mitrovic. E ka pas garën me Albin Kurtin. Faton Pece ka pas garën me Samir Shtokun. Pik. E pa vërtet.
E po e pavërtet është prej prizmit tonë për Arjan Tahirit. Shumë e pandeshme Shumë e pandeshme është edhe prej teje. Ka si ditë se ke posa me Lështokun Mitrovic. Nëse flasim për Arjan Tahirit që pëlluhe ka posë kryeministri. Po mirë, se ato mendojnë ushtrimi ndikimit është veç me kon prezenca fizike, na që për me kon debat këtë na mundemi edhe live që tashmi. Na përmjet WhatsApp-it, na thirr Harisi edhe grande për biznese. Ka marrë të punësumën që atë kohë të fushatës. A je kondër me dhonë shtesat e fëmive? Jem kondër me përdojë për fushatës. A je kondër me dhonë penzionerve? A je kondër me financu bujqit? A je kondër me dhonë a je kondër me regullu sistemin edhe me jetu pa pas nevojën me prindima? A ka shëndru vanin në shtetë? Duhet me dalë me thonë qytetarëve të Kosovës, unë jam kondër me shpërndoni që njerë penzionerve Unë jam për mja rritë mirëqenje penzionerve. Duhet me thonë nonave lehona që ti nuk ja ke dhonë 300 euro për 20 vjetë. Shku pensioneri me karrocë e marrë për spital edhe më rëzikua dhe peqave për gratë që janë të ndona për i burave, për gratë që i kanë burat dëshmur, asë njerës keni mendu. Pra ndaj unë e përshtem që ka Kurti që ka ndo kategoritë e dola për luft e për pagës minimale. Pikrish Zoti Kurti është kryeministër për shkak gabimeve të mëdha që i ka pos ish partit në qeverisit e kaluar. Ja, po nërët vesh paktash. Është Zoti Kurti që i ka largu kategoritë e dola për luftës për pagës minimale. A është? Po. E din? Anashta nuk kemi nukur për atë kategori. Ta kemi edhe blaka. Thjesht, përgjigja thjesht. A janë shtu listat e veteranëve të QK-s as janë shtume? Unë e di që është një proces në prokurori. Jo, nuk ka këtu, po jo. Pse s'ka? Pse s'pi hek Zoti Kurti që 5 vjetë. Ku ka prokurorin? Ku ka prokurorin në zyre? Ku? Ja, unë e do të me njek prokurorin a Zoti Kurti. Ku prokurori? Do të me full për prokurorin. A keni dërgu prokurorin në Amerikë? I kem tjertë këtu. Po, cilë tjertë, që aty në prokurorve që të para shenja... Ata prokurorë, zotëri. Se s'pin rënë Zoti Kurti. Ata prokurorë të parë që kanë dhënë shenja të seriozitetit, ju ka kërsit kalashi, ka dyrë të oborit. Dhe këto jam me shumë kompetencë. Për ty është të pavërtet. E pavërtet. Për mu jam vërtet se e kom pas këshi. Po, se ke kriju qatë vindje Jo, e kom pas këshi. A kem që prokuror që jetoj rastin Banjska? Lere tash këtë tim. Nëse ke arë në studio, me bo apologjetin. Nuk më nësht me folë pavërteta dhe mësë me të reagu. Nëse ke arë në studio, me bo apologjetin e krimit organizum, e prokuroris dështume, e korrupcionit, Kush duhet mi drejshojnë dhe rumë? Kush? Për qa zedhëm Severina? Të gjithë duhet mi zedhëm. Ka dhënë votë. Po ti e logika sabotimi. 51% me ndrejshit sistem. Ti e logika sabotimi, zotri, se në studio ke pas edhe deputet të Partisë Demokratike që i bëjnë thirrje, madje kanë shku edhe në gurbet atje, edhe për hir të Kosovës mos jepni para për fondin e ushtrisë. Po ç'kjo opozita që si ka votuar në kuvend marrëveshje ndërkombëtare, që ka qenë me 882 milionerë. Ai ki 51%. Na orienton edhe një debat. Na orienton, jo, po nuk mundesh me fol pa vërteta. Me akuzu dikan që s'ka pushtet, se s'pe bën ma mirë, të e pas me 51% njërin pushtet. Po. Qa po dënë me vla, me shpall me mretnija atër. Po, blaka. Që kjo Albin Kurtit. Pa i ka pasë rrugova 45% pas luftës. Shfa pushteti ishte? Kishim president. Pushteti ka kush i ka armët. Tjertë kanë numra dhe s'kanë pushtetë. Blakaj, atër. Qa po li pas tërë pronë qeveri me ne. Nëse eksiston gjithë kjo qarje. Regullu. Armët mi largu prej bandita o mi taku vetëm. Banditat e kinë qeveri edhe ki... Armët duhet mi largu prej durve të bandita o prej terroristëve dhe armët duhet mi vajt vetëm institucionet. Qita që ti pishun bandita e kanë shpallë pavarësinë e Kosovës. Edhe duesh muni shumë përgjes për fjallë publike. Nuk mërësh me quti bandit i kranë që ta kanë dërtu shtetit. Që ata si piqun, që ata që jenë institucion. Që to institucion nuk jenë njësët, pri pas luftës janë. Se pati fjallë. Kjo është banale. Edhe një atë shumë banale. Vetëm të orientohë. Me sqaru. Nëse thu, ta që jenë institucione. Te kemi... Sabotojnë shtetin. Po, jashari. Kush janë institucionet? Që ata që kanë shpallë pavarësinë, që ata që kanë bu ushtrinë, që ata që kanë bu doganët, që kanë bu administratën tatimore. Nuk mundesh me afol tash dil pe prizmit. Ta kemi sqarimin se është e nevojshme me që unë ngritë si tim, çështja për kë e pate fjalën. Sqarimi është i nevojshëm. Pushteti faktik realizohet nga ato mekanizmat që kanë në dorë dhunë. Dhe për ta në pushtet. Tu e dim na jemi prezent. Unën e ka pushtetit gjithë, e ka policinë. Që janë banditët blakajt. A janë vra mbi 400 persona të lidhës demokratike të Kosovë. Pa vërtet. A janë zbulu ato kri? Pa vërtet. Se s'pi zbulon Zoti Kurti. Se s'pi zbulon Zotin për Zotin Dahari. A është vra Shaban Monaj. A është vra Raci. A është vra Bityqi.
A vra Smajla Ajdaraj, a vra Tahir Shka hinin Zemaj, tem kjo? a janë vra tjertë. Si ki mundësi, Shka? cila ftyra që më tuti mu është e pa Kush i vërtet. ka vra? Po pëse së zbulu e tema. Kush i ka vra tema si? Po me ditu Konkrete kush i lema, ka vra, kush i një ka vra? zbuloj sëd. E atar masi se din pse. Po ti mos thuj Se po se nuk akuzon janë t'i vra. kanë. Se po shteti real, po shtet... Njerë si ti, tu akuzu që shtu, e ndërtu në gjykatë speciale. Kush janë bandet? Dhe shkojnë aty në gjykatë dhe kalzojnë tani si ka hupë mëzati që atë Amre, kjo banale. Se pati apo ju, këtë kuptim. Po. Bandit janë gjithë ata që janë kanë të lidhur me krimin e organizuar, me korrupsionin, me emrimet e njerëzve në për institucione, me kapit në institucione, me degradimin e tyne, ata që janë marrë me drogë, ata që kanë bërë vrasje, ata që kanë bërë vrasje politike, ata që nuk i kanë zbulu vrasjet, ata që i kanë sabotu faktet, ata që kanë bërë gozë të pafajshëm, ki pas në rast në gjykatë në burgjet e Kosovës me vitet të gjata burgime, personat pafajshme, pikrish për këci raste, qërë, në qofë se ti i ardhë me bo një mbrojtje të diçkaje që është totalisht të keqe, atër kemi problem. Është i njëti narracion e kundërshtarëve të shtetit Kosovës, që kreqtu që abejthuti i kanë thonë. Po veç po ta përkujtoj, në vitin 2008 u shpallë pavarësia e Kosovës. Kreq që ta që ti po aludon, pa ja përmen emrat. Jo, më unë se kam problem ja përmen emrin askujt, që po ta të regoj? Thuj me emra. Dhe një herë, ata përmen në rastin e fundit, zonja prokurore e ka emrin Fikri Krasniqi. Që është në procedurë. E ka fjallin për... Te a kupton diçka, ka lëshuar terrorist. A kupton ti? Janë të njëjtë që terroristët e Banjska si kanë në burg. O zotri, terroristi është liru, a kupton ti që ka ndodhë? Prokurori nuk mund është me përly, nëse për një rast individual. Po nuk është rast individual, është rast terrorizmi. E ki lëndë ndorë. Po, është rast terrorizmi, ti ja po bën ajgare këtu në studio me mua, qka? Jo, si më tu bo ajgare. Seriosisht po të kalzu pralla. Nuk është prallë, e ka liru grupin e mamit. Aqë devotshëm që jemi Cili shtet i liron terrorist, që ta vrajnë policin. Qysh ki drejti me... Cili shtet ka kryeministre dhe tolerant këto. Leve burë, më sa përfundojmë. Po, të lënën tem të lutëm po, që të orientojme se dolem... Unë do të përgjigjë. Dolem... Pyten. Jo që më dalë tem asë njerë. Dojnë në Po, pyten veç pak ma shkurt pra atër, s'kemi edhe shumë ko. Nëse egziston krejt shkeqarje e madhe, që po nëzit edhe debatet me temat të tjera, qa me bo? Qysh me votu presidentin? Nëse egzistojnë hendeqe të tëra mes opozitës edhe vetëvendosjes, kush me lëshu pe, kush me abon numrat Albin Kurtit ose Anas Jeltas? Do t'jarrish. Problemi i shoqërisë kosovare është problem që duhet të futet në një reformatim të plot. Duhet të dalim nga sistemi i cili ka luftuar meritokracinë dhe të ndërtojmë një sistem ku mbështetet virtyti. Në qoftë se ne arrim të dalim nga kjo mendësi, të ndërtojmë një sistem ku virtyti mbështetet, atëherë të gjitha zgjidhjet dalin të lehta, sepse në jurisprudencë ekziston një filozofi e cila quhet fryma e ligjit. Dhe fryma e ligjit do të thotë që në një kontratë shoqërore ne jemi të prirur të gjejmë zgjidhje edhe ku ligjet kanë kundërthënie dhe mangësi. Ndërsa me klasën tonë politike, me këta të devijuar, që e kanë Kosovën më të madhe se sa xhepi në tyre personal, këta shikojnë edhe kur nuk ka probleme, këta shikojnë e gjejnë, sepse vetëm duke i shpikur problemet këta rrinë në skenë. Pra, unë kërkoj edhe shoqëria ka nevojë për një reformatim të plot dhe atë ku figura mësuesit është figura qendrore, ku figura policit bëhet figurë qendrore, ku figura ushtarit bëhet figurë qendrore, e jo figurat korruptumit, e hojnit, e atij që zgjedh, sepse a di si degradon një sistem? Sistemi degradohet në disa shkallë. Në një, politikani i keq zgjedh prokurorin e keq. Pasi që zgjidhet prokurori i keq, zgjidhet edhe gjyqtari i keq. Dhe pas kësaj zgjidhet edhe një fuqi mediale. Më thonë që në qoftë se politikani me një vendim jo të duhur, prokurori nuk vepron, ose në qoftë se detyrohet prokurori të veproj, atëherë gjykatësi e liron. Dhe në fund duhet të ketë edhe një media ose një grup të madh media të cilët e falin këto dhe e pranojnë. Në këtë shtet e keqja është bërë normë dhe është bërë pranueshme.
Problemi është që është e pranueshme. Nuk mundesh me arsytu 100%. Po, mundemi me afol diçka, po jo asnjëherë nuk po arsyetoj. Por kur futeni se kush ka faj ka ai i cili ka ndërtuar rrugën. Që ka thyer akullin në kuptimin politik mendoj në dy gjëra. E para, kryeministri Kurti ka mjaftueshëm vota që janë 51% dhe në një farë forme do duhet që pak lëshonte pen ndoshta për një emër konsensuale. E dyta, çfarë po mendoj që mund të jetë prapaskena e opozitës është kjo, se në rast të shkuarjeve në zgjedhje dhe mendja e tyre sillet aty se kryeministri Kurti do të ketë nën 40 deputet, pastaj këta ti marrin të trija institucionet që i vjen kryetari i kuvendit, kryetari i qeverisë, që i vjen kryeministri dhe presidenti. Prandaj, nëse është legjitime opozita me synu pushtetin. Po më është u foj opozitës. Po në rast se për shembull ata mendonin se është një faj kanë, që janë shumë tolerant, sa ata do të më lypë zgjedhje mos më pranon më po du me dalë në një momentum tjetër kur ti kime kuptu çfarë po du të them. Barikadimi i opozitës, karshi lëvizjes vetëvendosje mund të ndodhë në dy gjëra. Të krijohet ai bloku i poni që po them unë, edhe Vjosa Osmani me LDK-n. Në rast se Vjosa Osmani kësaj here do të shkonte vetme, do ta përcjellte fatin e Xhatdocit, Fatmir Limaj dhe Bexhat Pacullit. Po, tash ka formacione të ndryshme që ta kontekstualizojmë. Që në rast se nuk do opsioni i parë, që opozita të mendoj që Kurti t'i ketë nën 40 deputet dhe këta bashkë me listën sërbska, siç e kanë bërë më herët, qeverin, kuvendin dhe presidentin të bojnë, të vazhdojnë në kësa here. E pam kove të fundit... Po, e pam kove të fundit... Ka qëndrunë, po fakt është. Me listën sërbë dhe zhjedhë Vjosa Osmani. Jo me listën sërbë, po aja ka nejtë. Me një deputet listën sërbë, po. Po nuk i ka prit më nërë që i ka prit ata tjertë me u këthy pe Beogradit, kër i ka marrë instruksionet prej... Kanë raporte shumë atë mira që i presin këto ata. Më nërë i kanë prit kuvend, më deputetet kuvendit Kosovës e kanë prit. Më nërë Slav Kosimiqin bashkë me ekipin e tina për me orë në kuvend me votu... Si kanë lidhje drejt për drejt, shembull Mimoza me Radishiqin, ata i rahatojnë pas... Unë edhe Mimoza nuk është Angel, po edhe këta tjertë nuk kanë qenë Angel, po ka qenë Angel maj mirë se sa Angel tjertë. Shefi grupit parlamentar dhe të vendosis. Gjam, unë tash kur fleti për Mimozën nuk mundesh me fol për Albinin. Jo, bashkë për Albinin se shefi grupit parlamentar ka. Se jena në këtu në studion, nuk mëj me fol për ty. Unë kam qëndrimet e mija, ti kjetua, Arisi është në lojnë e arbitrit, mundet me na dhon atë. Prandaj, nuk mundet me i nejt Albin Kurti për mas Vjosa Osmani mi thonë mos fol kështu se fol kështu. Do shta aja vetë që në një mëngjes bukur, nuk u që mirë... Vesh është rëndësishme me shfajsu zotin Kurti. Gjam, jo e rëndësishme. Nuk për shfajsaj se unë ti një edhe temat ku zotin Kurti nuk qëndran mirë. Prandaj, si analist, që dalim në për studio televizive, që ju kemi hy njerëzve në shpejt në përmjet ekraneve, duhet mja dhonë merita që i ka zoti Kurti, po duhet mja nëmru edhe dështime që i ka. Prandaj, nuk mundet në 20 vitet kaluara të qeverisjeve, të ponit, dhe të asoj nomenklature që ka qenë me urëmëllu. Me sa kuptova kolegun e tha kështu. Tha qeverin e ka Albin Kurti, qeverisjen e ka PDK LDK. Këtë strukturën në... është e pavërtet e madhe. Po kej, kështu e tha. është kejmë punë. Mos t'i kthejemi asaj teme. Po, jashari. Po, dhe kinë lajmë. Heq nuk është. Krejt do t'mja thonë. Po, se je quke thonë, njerëzit e familjes janë për dorsma edhe pra hengje. Nuk duhet me e bo ato që e ka bo PDK, LDK, AK. Ne jemi orë në një pozicion politik në zgjedhjet e 2021-s kur ja kemi besu zotit Kurtit pikërisht ato të këqija që i ka bërë. Ashtu i butosh. Jashari, për fund është me rëndësi. Po shohim aktivitetin e ish-presidentës Vjosa Osmani, ende pa konkretizuar nëse do t'i bashkohet ndonjë partie, nëse do të themelojë ndonjë parti ose nismë qytetare, ose koalicion. Po shohim aktivitet bashkë me disa ish-deputet të LDK-s, ose strukturat LDK-s, në për qytetet të ndryshme. Në anën tjetër e kemi Tazëm, Partinë Social-Demokrate, që po paralemron se do t'i futet garës zgjedhore. Tazëm Florin Krasni që sot u shpall ashtu si rikthim në politikën aktive, organizim të AK-s, që është proces të brendshëm zgjedhor, po ashtu edhe PDK-ja, a sheh ma shumë formacione politike se sa në zgjedhjet e kalume, 28 dhjetor, apo a ka garë ma tashpër kush kë e dëmton në rast se shkohet në zgjedhje së shpejti? Në rëndë parë aktiviteti Vjosa Osmanit, unë mendoj që është normal. Normal. Ka pas një angazhim aktiv. Ku është golli, ku është synimi? Golli është me u kthim politik edhe me kone votu më shumë. Kaq, sikur çdo politikan tjetër që e ka, edhe kjo e ka pas një 5 vjeç
dinamik për shkak detyres, edhe tash ky pozicione që nuk po dihet apo shkojmë zgjedhje, në fakt, gjasa që po shkojmë zgjedhje, ato ka vendosur në një pozicion që të bëj aktivitet për mos me u perceptu në publik si kur u shu, të mundur për i presidentës edhe më nuk po doket. Pra, a ekziston figura ose Osmanit, ose dikuj tjetër që e ndryshon rezultatin, ose e përmbys, ose e dobëson rezultatin e partisë pushtet aktualisht? Ndarja e zonës Osmane me zotin Kurti patjetër që do ta dëmtoj lëvizjen vetëvendosje. Për faktin që është ndërtu ajmiti i pavërtet se binomi Vjosa Osmane dhe Albin Kurti do të shpëtojnë këtë vend. Në faktu pa që është komplet e kundërta. Zonja Osmane ka një pëlqyeshmëri tek elektorati që e ka marrë me veti, po edhe tek elektorati i lëvizjeve vetëvendosje që ka qenë në lëvizjen vetëvendosje. Ka edhe një urrëtitje të elektoratit të dykës që nuk e voton, ato do të ditë. Sidomos mendojnë tek diaspora e ka një ndikim më të madh se sa tek elektorati vendas. Flas për zonën Osmane. Tash, rikthimi i saj, unë për atë çka kum pa dhe kum lexuar në deklarimet publike që i ka pas të paktën mundësia nëse hapun që me u kthy në LDK, ajo do të mirëpritet në Lidhjen Demokratike të Kosovës, do t'i bashkohet Lidhjes Demokratike, edhe bashka do të fillojnë me hinë zgjedhje. Se sa do të jetë ndikimi i saj, unë më shumë do ta dëmtoj zhgënjimi se këta dy nda, edhe një retorik që do të jetë kontaminuese për publikun, sharjet, ofendime që do t'i kenë këta dy në mes veti gjatë fushatës, duke fajsu njëri tjetrin, se sa që mund t'i tërhek vota që i mërë me vete. Më thonë, që zhgënjimi pse u ndan këta dhe na kanë premtuar ndryshe, unë mendoj që do ta dëmtoj më shumë lëvizjen vetëvendosje. Këto formacionet aktuale politike, a ka indicje që ndryshon, përmbytet, zvoglohet, rritet rezultati i dikujt në zgjedhjet potenciale të ardhshme? Jo, unë mendoj që rezultati do të jetë i njëjtë, por rezultati për Kosovën do të jetë më i keq. Më i keq. Po, sepse arsyeja Partitë ndryshojnë për nga renditja, për nga përqindja. Po edhe në qoftë se ndryshojmë me këta njerëz, çfarë ndryshimi substancial do të ketë. Me këto rregulla të futbollit, futboll do të luash, nuk mund pretendosh që do të luash basketbol. Çështjet janë serioze që duhen diskutuar këto. Dhe ato çështje serioze janë trendet e gjeopolitikës, rreziqet e sigurisë që i ka kontinenti i Evropës. Çfarë zgjidhje alternativa ka kombë shqiptare, veçanërisht shteti i Kosovës? Kush janë aleatët që mund të na armatosin? Kush janë ata zëra që angazhohen që të kemi një ofenzivë në drejtim të rritjes së kapacitetit mbrojtëse? Ju po e shihni domethënë tendencën në Rusisë që deri në vitin 2030 të jetë aftë ta dominojë Evropën në tërësi. Dhe ky është rrezik që na prek neve, sepse aleati i tyre bëhet qendër e Ballkanit. Ne kemi pasur, me të vërtetë kemi pas mediokër në politikë, se madje edhe luftën, gjakën që është derdhë, e kanë kthyer në luftë dhe në gjak për të drejta, për gjuhën shqipe, për simbole, për gjëra të tjera, dhe pa puna pas 20 e sa vitesh, domethënë duhet prapë studentët shqiptarë dalin e protestojnë atje. Kush jep gjak për të drejtat të cilat Maqedoni sot kur do në t'i hek, kur do në t'i jep. E dyta, në vend që të orientohen minimalisht në modelin që e bëjnë serbët e Kosovës, ku me 2% të popullatës, madje ky 2% më shumë jeton në Serbi se sa që jeton në Kosovë, dhe vinë këtu vetëm për ditën e zgjedhjeve të organizuar. Më thonë, ata kërkojnë 16% të territorit Kosovës me kaq popullat, ndërkohë që ne në Maqedoni, në tokat historike të shqiptarëve atje, luftojmë edhe përpiqem të kemi të drejta. Ky është rezultati i politikanëve mediokër. Dhe e dyta, janë po këta politikanë që e përsin gjeopolitike, që e ka arrit kombi shqiptar në 89-ën, u adhan Maqedonëve, serbëve, këtyre malazezve dhe të tjerëve. Në vend që ta ruanin atë pozicion të qartë, strategjik, dhe të bëhen shqiptarët faktori vendimarrës dhe kryesor në Ballkan, që për 26 vite ka qenë kohë mjaftueshme që të ndërtoheshim si balancë ushtarake me Serbinë dhe të jetonim në paqe afatgjat, ndërsa 26 vite më vonë ne merremi në studio se a ka pas faj ky idiot ose ai idiot tjetër. Po thot Blokaj që rezultati mund të jetë i njëjtë ose pak i ndryshëm, po dëmi është
edhe më i madh. Qysh e sheh? Kjo është opinioni i zot i Bllokajt, unë po të dhënë opinionin tem, nëse mund të kthehemi tek metamorfoza e Vjosa Osmanit, unë mendoj që aja nuk ka bo jashtëzakonisht shumë në politikën e jashtme, ne kemi 3 njohje, ka qenë themelues më arreqme nëse mund të themi, është ky bordi i Paqes tek ato 4 njohje, po ju po i thoni 3 njohje janë. 3 prej sajnë dhe 1 nga Pacolli. Po, 3 njohje, 1 ka qenë prej Pacollit, se janë 3 njohje, shumë udhëtime pa sukses, edhe një spital që ka qenë prej Emirateve të Bashkuara Arabe, po megjithatë çfarë duhet me thonë me patjetër këto që me ditë qytetarët e Kosovës është se ne me përqindje ose me deputet mund të lëvizim pak 3-4 deputet, 5 deputet, të cilat nuk do të prodhojnë zgjidhje. Prandaj po mendoj që na prap kemi me ullë qoftë lëvizja vetëvendosje, qoftë parti tjera politike, po kësaj here nuk kemi me fol për një emën, kemi me fol për 3 emra, që është emri kryetarit të kuvendit, kryeministit dhe presidentit. Prandaj, çfarë duhet me thonë me saktësi është se zgjedhjet nuk kanë me prodhu zgjidhje. Ne kemi me humbë edhe disa milion në vend që të plasim për shkolla, për qerdhe, për rrugë, për ambulanta, për shtëpi shëndeti, ne do të flasim se kush ka me shty fletat e votimit me datën kur do ta caktoj. Sigurisht, ka ende kohë dhe do të kemi edhe hapësirë dhe mundësi të diskutojmë. Faleminderit shumë për debatin. Faleminderit ju, profesor. Shkëputemi